Dashur miq, dhe pas këtij falënderimi, është koha që të lidhemi drejt për drejt me kolegën time dashur Teut Mujaj, e cila do të realizojë dhe intervistën me të ftuarin e saj. Teut e dashur, më dëgjon? Po, Brikena, mirëmëngjesi po ashtu edhe për shikuesit. Jemi me Kurtesh Sherifin, profesorin e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës, ku do të flasim për rishrat dhe mushkonjat, si dhe sëmundjet të cilat transmetohen në njerëz dhe kafsh. Profesori është këtu me ne dhe do të na njofton më gjithësisht në lidhje me këto. Mirëmëngjesi profesor, mirë se erdhët. Faleminderit për kohën. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Atëherë po flasim fillimisht për rishrat. Çfarë janë rishrat dhe sa lloje prej tyre mund të jenë, do të thotë në ambiente të ndryshme të cilat mund t'ju hasim? Po, rishrat i kemi në Kosovë, janë më shumë se 7 lloje, janë parazit, për të shumëzuar atyre ju duhet gjak. Dhe ato zakonisht preferojnë gjakun e kafshëve, mirë po nga njerë mund të atakojnë edhe njerëzit, dhe janë dy problemet që mund t'i shfaqin të kafshë dhe njerëz. Njëri nga ato që shkaktojnë dëmtime në lëkurë, shqetësime, dhe më thonë se cilit që ka një rriqën në trup shef si një shqetësim, dhe më thonë se dëmton lëkurën, duke shkaktu dëmtime të lëkurë lezione e tjerë, por gjithashtu rreziku më i madh është kur mund të transmetoj edhe smundje apo patogen. Dhe disa prej tyre mund të jenë me rrezik si për njerëzit, por gjithashtu edhe për kafshët. Kur mund të jenë, do të thotë, rishrat më të rrezikshme? Në cilat zona mund t'i gjejmë dhe sa shpesh? Po, sipas hulumtimeve tona që i bëjmë në kuadër të Departamentit të Mjekësisë Veterinare, do të thonë në fushën e parazitologjisë dhe smundjeve infektive virale, i kemi disa zona që paraqesin rrezik dhe janë disa lloje të rishrave që mund të jenë me një potencial më të madh të transmetimit të këtyre patogjenëve. Po përmendim në radhë të parë virusin e etheve hemoragjike krimi Kongo, ka qenë komuna e Malishevës që para 10 viteve kemi pasur shpërthime më të mëdha, ka pasur raste më të rënda në njerëz. Fatmirësisht, këtyre 10 viteve të fundit, numri i rasteve është reduktuar dhe sipas studimeve të fundit, fatmirësisht kemi edhe një ulje të shkallës së infekciozitetit ose të prezencës së virusit në rishra. Sigurisht që ka mund të ndikojë edhe edukimi i njerëzve përmes masave të ndryshme që janë marrë nga aktorë të ndryshëm, më thonë, në kuadër të parandalimit të etheve hemoragjike krimi Kongo. Më thonë është rishra që quhet hyaloma marginato. Virusi transmetohet përmes pickimit në njerëz, në kafshë nuk shkakton asnjë problem, ndërsa mund të jetë problem edhe gjatë prekjes apo kontaktit. Në këtë rast, ju bëjmë apel të gjithë fermerëve, për arsye se kjo rriqër më shumë në gjedh, në lopët shumështore, nëse ata do t'i shohin që ka shumë rreth xhirit, ju lutem mos t'i prekin me dorë, por të konsultojnë mjekët veterinar të zonës për të aplikuar masat e trajtimit që janë me medikamente. Janë trajtim i lehtë, do të thonë që mund të ndikojnë në largimin e rishrave nga kafsha. Ju lutem mos i prekni me dorë se mund paraqitet rrezik në transmetimin e këtij virusi të rrezikshëm. Në rast të për shembull nuk shihen rishra, do të thotë kanë zënë vend në një zonë që nuk ka fort dhe shikueshmëri të mjaftueshme për personin i cili edhe mund t'i shenë në kafshë, atëherë sa mund ta dëmtoj kafshën? Po, gjithashtu edhe në kafshë, zakonisht pronarët e qenëve macave që i shëtisin në parqe të ndryshme, në kohë, sidomos në pranverë, gjatë prillit, majit, është një lloj tjetër i rrishrës, po përmendim Ixodes ricinus. Është kjo rriqër që rren edhe pret bujqësin, më thonë nuk është që lëviz, në të kundërtën e asaj që thamë herët, hyaloma lëviz, deri në 500 metra shkon edhe mund ta kontaktoj bujqësin ose organizmin. Ndërsa ky lloj e gjej më së shumti në vendet ku ka male, ka vegetacion, por edhe lagështia është më e madhe dhe temperaturat, për shembull këto ditë verët që kemi temperatura më të larta, ky lloj rrishrës nuk është shumë
prezent për arsye se don të ketë lagshtime shumë. Ndërsa hyaloma marginatum është më prezente sidomos në zonat rurale. Nëse kapet, atëherë mund të, po themi tash tek njerëz, nëse preki njerëz, mos të kenë ndonjë panik se ky lloj kemi vërtetuar të paktën në studimet tona në Kosovë që nuk e bart virusin e ethë hemoragjike krimi Kongo dhe mund të jetë bartës si disa bakterieve dhe parazetëve që mund ketë mjekim, domethënë personat që pickohen, me një kujdes duhet ta largojnë nga trupi, pa u shkaktuar ndonjë panik, por ju kisha lutë që mos të trajtojnë paraprakisht se është protokolli i fundit sipas qendrës për kontrollin e smundjeve infektive, europiane por edhe amerikane, rekomandojnë që mos të bëhet trajtimi paraprak, për shembull me alkool ose jot, për arsye se në këtë kohë rriçra mund të, si themi, mund të vjellë, mund të transmetojë më shumë patogjen, por me një pincet përshtatshme të largohet pjesa e rriçrës për aq sa mundet, mos të shqetësohen nëse mbetet një pjesë e vogël që ne i themi aparatit gojor, se më aty nuk ka rrezik për transmetim të patogjenëve dhe pas largimit të bëhet trajtimi. Në momentin që largohet rriçra të vendoset në një enë të mbyllur, edhe të eliminohet në një rrugë të duhur. Për shembull, ka raste kur mendohet që duhet të vendoset në një pallom edhe të digjet në mënyrën domethënë efikase. Nëse jo, atëherë ta vendosin në një alkool brenda dhe nuk ka ndonjë rrezik, domethënë për më tutje. Pas largimit të rriçrës nga trupi, me çfarë duhet të lyhet ajo zonë? Pas largimit mund të bëhet dezinfektimi për shembull me alkool ose mund të bëhet me dezinfektant të zakonshëm, edhe nuk paraqet ndonjë rrezik. Tani të gjithë ata të cilët kanë që janë prekur nga rriçra, sidomos në zonat endemike apo në vende tjera, është mirë është edhe një projekt ndërkombëtar që quhet pjesëmarrje qytetarisë në kërkimin shkencor. Mund të bëjnë fotografi dhe të dërgojnë në departamentin tonë dhe ne mund t'ju themi se çfarë lloji rriçrës është, nëse do ta bëjnë për shembull fotografimin nga njëra ose ana tjetër. Kjo tregon se çfarë rreziqe mund të jenë nëse ne do ta dimë cili lloj rriçrës është. Domethënë hyaloma ose Ixodes. Por në anën tjetër, ne i rekomandojmë gjithë atyre që kanë pas pickim, le ta përcjellin gjendjen brenda 3 dite. Nëse mund ketë temperaturë ethe apo shqetësime të cilat mund të jenë, menjëherë të lajmërohen në qendrat e mjekësisë familjare dhe të vazhdohet pastaj me referime sipas protokolleve që janë. Institucionet tona shëndetësore janë përgatitura se dinë se me çfarë duhet të ballafaqohet, kanë edhe mundësi për një diagnostik të shpejtë edhe brenda rrethanave duhet veprohet në këtë rast, por aktualisht problemi me rriçra po del që ethet hemoragjike krimi Kongo janë zvogluar fatmirësisht, nuk paraqet ose mund ketë ndonjë rast, vitin e kaluar ishte një rast. Ne jemi duke e përcjell situatën në rriçra, por momentalisht është situatë e mirë. Në anën tjetër janë disa lloje të bakterieve që do t'i përmendit, që mund të jenë për shembull në një studim të fundit i kemi gjetë në gërmi dhe tauk bashe, që është borrelia dhe është e njohur këtu edhe në Evropë që mund të transmetohet nga rriçra dhe që shkaktoj Lyme borreliosis dhe mund të ketë një skuqje në vendin ku ka pickim, bëhet si një lloj pulle, edhe mund të trajtohet, por duhet të shkohet menjëherë tek mjeku, tek infektologu edhe të veprohet sipas protokollit në trajtim. Të tjerat që i kemi identifikuar janë babezia, mikroti, gjithashtu mund të shkaktoj problem. Këtë e kemi po duket më rrallë, anaplazma dhe lloje të rikecjeve. Kështu që ne duhet përgatitemi eventualisht ndonjë nga rastet që mund ketë infeksione të tilla, të bëhet një diagnozë shpejtë edhe të vazhdohet me mjekim që me antibiotik mund të ketë sukses në shërimin e tyre. Dhe infeksionet më të shpeshta ndodhin atëherë kur rriçrat të thotë kanë pickuar brejtësit, apo zogj të thotë dhe menjëherë bëhet pickimi në njerëz, atëherë mund të ndodhin infeksionet. Po, me qenë se ne tash po flasim me një koncept që e quajmë një shëndet. Domethënë jemi njerëzit që jetojmë në një habitat të caktuar, janë kafshët, domethënë që na rrethojnë, qoftë në qytet apo në zonat rurale, por gjithashtu edhe ambienti dhe kohëve të fundit po shohim që kemi një ndryshim të
temperaturave të klimës, më thënë ndryshimit klimatike, të cilat mund të favorizojnë prezencën e vektorëve, llojeve të ndryshme të richrave dhe të mushkonjave. Besoj që tani mund të vazhdojmë edhe me pjesën e mushkonjave, që gjithashtu është me interes për publikun. Në rast se një person pickohet dhe nuk ka mundësi ta largon richrën nga trupi, atëherë duhet me njëherë automatikisht të shkohet te mjeku dhe të largohet nga ajo zonë ku është pickuar. Po, nëse nuk ka mundësi ta largoj, mos shkaktohet panik. Po, zakonisht për shembull te fëmijët në zonat ku më është më e vështirë, të tentohet me një, po themi kështu, më thon gjakftofsi, të gjenden mundësi për të larguar. Nëse largohet trupi edhe nuk ka më rrezik për transmetimin sa më shpejt që të largohet aq më mirë, por nëse s'ka mundësi të shkohet në qendrat e mjekësisë familjare për të kërkuar ndihmë. Përmenda, po lidhemi edhe një herë me kafshët, me brejtësit. Po, ricrat kanë disa stade të zhvillimit. Femrat thithin gjak, në përgjithësi dhe meshkujt, një lloj më thon iksodës nuk thith, të tjerat pak. Pasi të mbushën me gjak dhe rrinë disa ditë në një bujs, largohen në tokë, prodhojnë mira vezë dhe dalin larvat. Larvat pastaj shkojnë në brejtës, në zogjë. Aty është rreziku që mund të marrin patogjen dhe transformohen në nimfa. Gjithashtu nimfat mund të shkojnë në një bujs tjetër, të marrin gjithashtu gjak dhe të shkaktojnë ose të marrin patogjen, dhe kur kalojnë në adult, zakonisht adultët dhe nimfat preferojnë më shumë trupin e njerëzve dhe kafshëve për t'i pickuar. Zakonisht në cilat zona bëhen pickimet, ndodhin pas vezhve dhe ndoshta edhe ndonjë pjesë tjetër? Po, studimet kanë treguar që te fëmijët për shembull më shumë janë në pjesën e sipërme të qafës, vezhve, kokës, se janë duke lozur në natyrë, ndërsa tek të rriturit më shumë preferojnë zonat e ekstremiteteve, por gjithashtu edhe të trupit. Ricrat kërkojnë zakonisht kur është lëkura më holl që mos të humbi shumë kohë për të shpu lëkurën dhe për të kriju mundësinë e thithjes së gjakut. Ju duhen disa orë, nuk mundën shpejt, por mund të jetë rrezik brenda 6 deri në 12 ore pas pickimit. Nëse rrim mas 12 ore është edhe më rrezik, për arsye se ajo ka filluar që të thith gjak edhe të ketë një mundësi të transmetimit të patogjenëve. Sa më shpejt që të largohet, aq më mirë është për shëndetin tonë. Atëherë po ndalemi edhe të mushkonjat që i kemi prezente gjithnjë, do të thotë në natyrë, po ashtu gjatë sezonit veror dhe temperaturave të larta, të cilat jo rrallëherë paraqesin shqetësime të mëdha në njerëz. Sa lloje prej tyre i kemi? Po, gjithashtu edhe mushkonjat si parazit paraqesin një problem, më thonë një shqetësim kudo në Kosovë. Disa zona janë më problematike dhe ato të cilat kanë vendet të grumbullimit të ujrave. Zakonisht mushkonjat mund të jenë prezent më me shumicë ose densiteti më e madhe e tyre nëse ka të rreshura, nëse ka ujë, ose mund kemi edhe raste kur pas të rreshrave mund të ketë vërshime dhe të grumbullohet një vend me ujë dhe të krijohet mundësia e shumimit të tyre. Aktualisht, më thonë sipas studimeve të fundit, janë mbi 13 lloje të mushkonjave. Unë po i përmendi 2 më interes që janë. Është njëra që më thonë e kemi prezent në qytete dhe njohim, mushkonja e zakonshme që quhet Culex pipiens. Këtë e kemi në pjesën, po themi gjithkund, është e pranishme me numër më të madh të tyre në vendin tonë, është e njohur edhe shkakton probleme zakonisht gjatë pasditeve dhe mbrëmjeve. Dhe e dyta që po e përmend tani dhe është me interes për publikun është mushkonja invazive, që ne e quajmë tani mushkonja tigroide, nga viti 2020 është prezent në Kosovë, është identifikuar në zonën e Prizrenit. Është kolegja në Sadet që ka bërë edhe një studim, më thonë, cila faktikisht është marrë edhe me pjesën e përhapjes së kësaj mushkonje që quhet Aedes albopictus, ose ne e quajmë mushkonja tigroide. Kjo është aktive gjatë ditës, edhe shkakton probleme mjaft mëdha, domethënë tek pjesa urbane, por kohëve të fundit e kemi pa që ka depërtim edhe në pjesën e Gjakovës. Domethënë aktualisht Prizreni, Gjakova, jemi domethënë duke përcjell situatën që në vitet në vijim, nëse vazhdohet me këtë trend, mund ta kemi së shpejti edhe në Prishtinë. Përveç
qytetit që përmende Prizrenit, po ashtu edhe Gjakovës, që përmende pra edhe mundësinë e Prishtinë, atëherë ku ka qenë, do të thotë me kjo prezente, kjo mushkonjë? Po kjo mushkonjë është për herë të parë në Shqipëri që ka ardhur përmes transportit detar me anije nga Kina. Edhe nga vitet 70-ta ka një përhapje graduale, do me thonë tani kjo mushkonjë është duke dëpërtu në krejt Europën. Arsyet janë ndryshimet klimatike, përshtatja e kësaj mushkonje në një ambient të ri që kërkon më pak ujë. Kjo i përshtatet edhe kushteve më të, po themi, më ekstreme të thatësisë, edhe temperaturat e larta, por kërkon edhe prezencë më të pakët të ujit, por është invazive për arsye se gjejmë kudo në vendbanime, edhe aty, do të thonë, ku për shembull në qytete, duke dikush kur ka saksi të luleve, duke i ujit lule, do të thonë me pak ujë të mbetur, por gjithashtu edhe ku ka ndonjë kopsht me vegetacion edhe mund të zhvillohet mjaft shpejt. Ne i përmendëm këto dyja se janë bartës të disa virusëve që ajo e para që e tham, Culex pipiens, e dihet që përhap virusin që ne e quajmë virusi Nilit perëndimor. Ne jemi si zonë që jemi të prekur, ka pas raste në njerëz. Ky virus prek edhe kafshët, do të thonë në kuaj dhe në njerëz shkakton pasoja të rënda, duke prekur cipat e trurit apo meningoencefalit. Transmetimi që vjen prej mushkonjes kalon në gjak edhe përmes gjakut shpërndahet në organe, në këtë rast prekja e cipave të trurit në disa persona, se vetëm 1% e atyre që preken mund të shfaqin këto shenja dhe 20% për gjithë të prekurve mund të shfaqin shenja si ethe, temperaturë, vendin e pickimit, një lloj reaksioni, po vetëm në 1% e tyre që i bie personat me imunitet dobësum mund të jenë më të predispozuar për të prekur me këtë virus. Viteve të fundit është problematik, do të thonë edhe Shqipëria e kishte viteve, do të thonë vitin e kaluar shpërthime në disa zona, kështu që ne duhet të dimë si të mbrohemi dhe institucionet publike duhet të marrin masa se si të ndikojnë në minimizimin e rasteve apo parandalimin e rasteve që mund të vijnë nga transmetimi i patogjenëve nga mushkonjat. Për virusin e Nilit perëndimor kërkohet më thonë informim i popullatës për të evituar prekjen e tyre nga mushkonjat, si të bëhet, për shembull, gjatë natës që dinë që ka mushkonja mos dalin të ekspozuar edhe pse është e vështirë se këto ditë vape, por të përdorin që ne i quajmë repelent, me përmbajtje të ndryshme që mund të ketë efekt në largimin e mushkonjave. Do të thonë, zonat e ekspozuara, sidomos personat që janë më të predispozuar apo që kanë një afinitet edhe mund të kenë një rrezik, thamë moshat e vjetra, fëmijët, personat me smundje kronike, të lyhen edhe të mbrohen nga vetja, do të thonë që mos të pickohen. Për të tjerat mund të themi, për shembull, disa komuna aplikojnë edhe masat e dezinsektimit apo atyre që ne i quajmë përdorimin e preparateve kimike për të eliminuar mushkonjat. Realisht këto që po bëhen në Kosovë, aktualisht nga komunat nuk e dim se si është efikasiteti i tyre për arsye se nuk kemi ndonjë monitorim apo ekipet që bëjnë monitorimin është mjaft edhe vështirë. Ne për shembull jemi thtarë që të rekomandojmë përdorimin e disa preparateve që janë më ekologjike, për shembull larvicid, të identifikohen burimet e ardhjes së mushkonjave, ujërat e ndenjura, për shembull edhe këto nëpër qytete apo rreth qyteteve apo në vendet ku grumbullohet uji, dhe të bëhet një përdorim që quhet BTI dhe i shkatron larvat e mushkonjave që ato mos të dalin, dhe quhet Bacillus thuringiensis israelensis, një preparat i cili përdoret kudo në Evropë dhe përdoret në vendet ku janë ujërat e ndenjura dhe nuk lejohen që nga burimi atyre të dalin mushkonjat. Është shumë ekologjik, nuk ka asnjë ndikim as në njerëz as në ambient dhe do të ishte preferuar që kjo të ndodhë. Dhe kjo bëhet në shumë vende të Evropës, edhe Shqipëria aplikon këtë. Përdorimi me spërkatje që bëhet nëpër qytete realisht bëhet vetëm në kohën kur ka shpërthim. Dhe po e marrim një shembull.
Ne e përmendëm këtë mushkonjën tigroide Aedes albopictus, që është tash prezent në disa komuna të Kosovës, si thamë Prizren dhe Gjakovë. Nëse do të kemi, për shembull, transmetim të një virusi që quhen ethet dengi, një pushues nga Kosova që ka qenë në një vend aziatik, e ka marrë virusin, nuk është që shfaq shenjat klinike, po ka diçka të cilën ai mund të vrej, jo edhe atë që shprehur, vjen në vendlindje apo në vendin e vet, dhe kjo mushkonjë mund të marrë virusin nga ky person i prekur dhe të transmetoj në një ambient, domethënë që mund të vazhdoj me transmetimet më të tjeshme që duhet përgatitemi në të ardhmen. Kjo mund të jetë arsye që për shembull disa vende si Franca, të tjera të cilët kanë rastet përveçme, aplikojnë pastaj dezinsektim të adultëve, domethënë me adulticitet ato që e bëjmë ne, domethënë nëpër qytete, vetëm në raste kur ka shpërthem të ndonjë patogjeni dhe mund të jetë rrezik. Kjo që është duke aplikuar tek ne në disa komuna është domethënë një vazhdim i një aplikimi të mëhershëm që ka qenë prej viteve 60-70, kemi pas malaria. Malaria më nuk është prezent, por mushkonja e cila e transmeton malarjen është në vendin tonë, ose mushkonja malarike, një lloj që e transmeton një lloj më të, po themi, më të butë të malarjes, por ne duhet të marrim masat në aspektin që edhe qytetarët të edukohen se si të mbrohen, institucionet, qoftë komunale me bashkëpunim me institucionet më thonë qendrore, duhet të marrin masa se si të aplikojnë më thonë metodat më bashkëkohore, por në konsultim edhe me institucionet kërkimore shkencore të cilat kanë informacionet se si mund të shkohet me një mas më efikase në kontroll dhe parandalim, por gjithashtu ne mund të bëjmë edhe pjesën e hulumtimit edhe të matjes së efikasitetit të trajtimeve që bëhen. Profesor, krejt për fund ke diçka tjetër shtosh? Por, më thonë është kjo që po e përmend këtë konceptin një shëndet, dhe më thonë njerëzit, kafshët, natyra, jemi një dhe nuk duhet, më thonë, që gjithçka të marrim me panik, duhet të vazhdoj me pjesën e rritjes ose të sensibilizimit të opinionit sa i përket edhe marrjes së informacioneve më të reja, edhe ta përcjellim gjendjen, të monitorojmë domethënë gjendjen, a mos po na vinë edhe lloje tjera, edhe të marrim masat adekuate për kontroll dhe parandalim, po pa ndonjë panik të madhe se domethënë jemi një vend që nuk jemi të ekspozuar në atë masën që mund të ketë probleme të mëdha, mund të ketë probleme sporadike deri domethënë atë që duhet reaguar me njëherë për të minimizuar këtë problem, por qytetarët, nëse domethënë kanë shqetësime, mund edhe të adresojnë problemin, sidomos me identifikimin e llojeve të reja, edhe mund t'i japim informacione se si më së miri ata të mbrohen edhe të ketë një siguri për shëndetin e tyre nëse dalin në natyrë, nëse mund t'i ekspozohen rrishrave apo mushkonjave. Profesor, faleminderit për kohën, faleminderit po ashtu edhe për të gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Ishim me profesorin universitar Kurtesh Rifin, profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, ku folëm për rrishtrat dhe mushkohet, si dhe sëmundjet të cilat mund të transmetohen në njerëz dhe kafshë, sidomos gjatë temperaturave të larta dhe po ashtu gjatë sezonit veror. Të utet faleminderit për këtë intervistë që sollën në këtë program mëngjesi. Dashur miq, ishim në direkte me kolegën time dashur Teutë Mujaj.